viti, që para 4 vjetësh, që kur ju vula opozitës e u fut Saliu e met Hamburgët gjitha me radhë, mos i përmend se janë 100.000 faktor. Por ama, prap këngull. Opozita ka dështuar, jo se s'mori do të 71, po se s'pengoj do të 84. Ky ishte një objektiv i mundshëm për mu dhe në masakrën e madhe që bëri Edi Rama. Dhe me thënë ti thua që Rama vodhi, por jo për shtatënisht. Kush ishte mënyra që mund të ruaj vota, sepse me atë që edhe unë kam parë ditën e zgjedhjeve, Partisë Demokratike nuk i kanë munguar njerëzit në terren. Pra, në shumë qendra denoncimet ishin konkrete dhe në kohë reale. Problemi ishte se si do t'i kundërvihej këtij fenomeni, sepse vetëm me kalimin në akte ekstreme, është rasti i Vorës. Në rastin e Vorës kishte angazhim të drejtë për drejtë të grupeve kriminale në qendër të votimit të marrë qendrën e votimit në zotërim. Është njoftuar policia e shtetit, nuk shkoi kurrë. E dikush ishte justifikimi i policisë së shtetit, nuk shkuam se ishim duke u marrë me Giro d'Italia dhe nuk mund ta mbulojmë të gjithë territorin e vendit. Ka pasur në raste të tjera, ka pasur denoncim për persona të armatosur pranë qendrës së votimit në qarkun e Dibrës. Nuk pati asnjëherë ndërhyrje të policisë së shtetit. E të tjera, si e mbron opozita, si i kundërvjet këtyre rasteve. Kur SPAK edhe sot e kësaj dite për këto raste konkrete nuk ka bërë hetime. Apo nuk veproi për t'i goditur qofte edhe të nesër me këto grupe kriminale me qenë se s'kishin kohë atë ditë. Kush është mekanizmi që mund t'i kundërvijej opozita për mbrojtjen e votës, sepse rastet konkret ka vetëm evidentimin dhe denoncimin, mendoj unë. Kjo është ajo që sjell fitoren e Ramës. Që nuk e di, pra, se ne s'kemi përdorimi i bandave kriminale që ka qenë dhe 2021 dhe 2017 me prova, pra, këtu s'kemi 3. Përdorimi maksimumi bandave kriminale ka qenë gjithmonë. Puna është, sa ti, jo duke u zënë me pushkë me ajdutët. Po përdor policia kësaj radhe, bushat. Policia kishte vite që nuk bëhej kaq Ishte flagrante, mos ndërhyrje ishte flagrante. Ja kemi janë bërë 6 telefonata. Sa kapeti grupe kriminale që janë në policinë Elbasan 2021 që gjeti ata me lekë me karta. Po patjetër. Është bërë 6, mund të ndodhte në mes të Tiranës, janë bërë 6 telefonata drejt policisë së shtetit për situatën e Petronin Luarasi dhe nuk reagoi kurrë. Si veproi? Ishin vota për Ervin Hoxhën. Që në 2017 Rama i tha lini kapelet në drek dhe ndarë shkoni punoni për Partinë Socialiste. Pra, policia është përdorur gjithmonë. Po opozita çku prokuroria dhe ku në opozita. A duhet shtrojmë ne një pyetje që terror ndaj opozitës 2021-shit Bashës, terror sot. Pse Basha mori më shumë se sot? Po, e shtroj një pyetje. Shumë e thjeshtë. Sa mori Basha sot pa Berishën? Se në 2021 i mori me Berishën e krah. Sot sa mori Basha? 1.100 vota. Sa ishte Milloshi. Pra i pas ka pas Basha. Sa ka nik votues nga 2000, pas ka pas Berisha. Sa ka nik votues nga kjo pyetje shtroi, nëse Basha nuk kandidonte i ndarë me Berishën. Por kur kandiduan të ndarë, 1.520.000 Ila Rama, aty të 1.100 mori Basha. Kjo pyetje nuk shtrohet bushat kur Basha nuk provohet. Sa vota mori Basha kësaj radhe? 1.100 më pak se ishte Milloshi. Në 2021. Po si e shtroi këtë pyetje? Se e kishte Berishën krah 2021. Në 2021. Po pra po. Në 2021 nuk ishte vot për Lulzim Basha. Nuk jam idiot të them që e kuptove që me këtë rezultat nuk i dohesh më Ramës? Por se ka gjysmorë që të fani ka opozita. Nuk i hyn më në punë. Sa i përket rezultatit. Sa i pa nevojshëm ke dalë pas 11 majit. Unë kam 2 javë. Batoni me lekë të tyre bën falas, nuk ka nevojë fare. Nëse kjo ty të ngushëllon. Jo s'më ngushëllon. Vlorja Lenci. Por, e kupton? Batoni u bor tak i Suel Qelës. Marroi puniku. Ky thot fani ka opozita, ti për çaj duhesh tash. Unë ortak i Batonit, kështu që dal dhe unë dal i Suel Qelës në mënyrë të ortak i Batonit nuk jete se Batoni është o ti po ishte ortak i Batonit, ishte në rregull sot. Dëgjoj tani. Ora kush e ka fal, au zonë zgjedhje. Nuk kishte, unë them s'ka zgjedhje fare, mo ishin votime. Po s'ka zgjedhje fare, çfarë problemi, çfarë faj ka opozita? Po zgjedhje nuk ka pas as në 2017 as 2021-shin, o vlla. Pra, duke qenë zgjedhje me rezultat të paracaktuar, duke qenë faktorët në lojë ti nuk i zeron dot fare. Pra,
fakti minimal që Arlind Qori e merr një deputet, por Basha nuk e merr dot as dhe një deputet, tregon që midis këtyre ka një diferencë si e bindin publikun. Fakti që Tom Doshi me mënyrat e veta që janë të njëjtat mënyra si të PS-s, arrin t'i marri 3 deputet, pra është një garë e shkatruar, e përçudnuar, nuk quhen zgjedhje fare, po dhe brenda këtij sistemi të përçudnuar ka disa gjëra që funksionojnë. Dhe brenda kësaj mund gjehet, por unë nuk ndahem me ty ke pika që as kishte zgjedhje, fitoria e Ramës ishte e parashkruar, e gjitha këto të tjera të bashkë. Lenc. Për çfarë do të përgjigjem? Do të përgjigjem se i tha ky tjetri thuaj. Çfarë do thuash? Ka nis atje. Ja, era kësa ditë të mendoj një lloj. Jo, më nuk mendoj fare një lloj. Se kishte thallë që në mungesën e batohet nuk ka debat. Ora batohen ne kishim profilizuar ne si njëri që ka debat, nuk është se unë domethënë ju. Po të lutem se është kolegu ynë, nuk është. Jo, kolegu im s'është. Për mua shi hajdu që paguos kolegu jot e kam përdorur pa diskutim, por kolegu jot, unë nuk ti e merresh kolegu jot. Po ku e di po se s'ke dhënë provë? I kam bës fit. Hajde në studio, 3 orë mbrapa. Sill exit pollin, na tregoj. Hajmi trego ti një provat e asaj 72-shit që nxore veç. Po, është doja 72. Një sekond. Është prova. Online, nxjerrë gjithë. Është votim online, nuk është sondazh. Po, ndaloj muhabetin këtu sa nxjerrësh. Nxjerrit, bëje gjë gati. Është sondazh online që kanë bërë gjithë mediat. Patjetër, po. I ke pas online gjithë. I ke pas të gjitha online. Si e pashun kush votoi, ë? Ka peshku. Po fundesh. Ora është